Kjo është një ngjarje shumë e rëndësishme, pasi nuk është vetëm një kongres që mbahet në Kosovë, por është kongresi i parë i kirurgëve shqiptarë, ku ka përfaqësues nga Shqipëria, nga Kosova, nga trojet, edhe nga diaspora. Dhe është përveç se një event shkencor, shumë i rëndësishëm, edhe si një event i cili i njeh njerëzit me njëri tjetrin, shkëmbejnë eksperjencat, bashkëpunojnë më shumë me njëri tjetrin. Pjesëmarrësit natyrisht këtu ka pas të ftuar, por dhe referatet e paraqitur nga kirurgët shqiptar ka qenë nivele shumë të larta dhe paraqisin ato arritje të rëndësishme që ka arritur kirurgjia shqiptare dhe besoj pikërisht shkëmbimi i eksperiencës, shkëmbimi i njohurive e bën të mundur që këto njohurit mos mbeten pronë e njërit apo e tjetrit, po të përhapen edhe të përgjithësohen në mënyrë që të gjithë të vazhdojnë në njëjtin ritëm dhe në njëjtin drejtim. Unë kam pas dy prezantime, një prezantim e kam pas para 2 ditëve, kam pas dhe prezantim tjetër sot, në lidhje me ato problematika për të cilat QSOT, që është qendra më e rëndësishme spitalore në Shqipëri për Nën Tereze, realizon kryesisht ka pas të bëjë me trajtimin e gurëve në kanalet e Thomtit, ndërsa sot ishte prezantimi disa rasteve shumë të rralla për të zgjidhur disa patologji të benigje të ngushtimit të lukthit të stomakut.